Nga peshngritja i kemi patur syt gjithmonë sa herë afronte Olimpiada, por këtë herë është pak më ndryshe pas fortunës së dopingut që përfshiu kampionët tanë më të mirë. Megjithatë në Rio sërish të shpresat janë mbi shpatullat e forta të këtij djali. Në studio është Erkan Qerimaj. Mirë Erkan, po përpara duhet bësh mirë në Europianin e Oslos. Po, ju falenderoj për ftesën, po përgatitemi intensivisht për Europianin e Norvegjisë dhe po japim maksimumin për këtë garë. Në studio ndërkohë është afruar edhe presidenti i Federatës Peshngritjes zoti Iles Gjoza. Mirë erdhët zoti Gjoza. Faleminderit për ftesën. I friksoheni një turprimi tjetër të tillë? Flas për skandalin e dopingut që përfshiu peshngritjen tonë. Me thënë të drejtën, viti 2015 ka qenë një vit i vështirë shumë i vështirë për Federatën e Peshngritjes, mbas daljes pozitiv të 3 sportistave tanë, dhe Federata mori një gjop të majme tashmë për $100.000 dhe me vendim të Federatës Botërore të Peshngritjes, Federata Shqiptare nuk do merrte pjesë në asnjë aktivitet ndërkombëtar. I ndodhur përballë kësaj situate. Një pjesë të saj ju është lyhet dhe morët pjesë në botrorin që zhvilluan në Houston. Duke shfrytzuar marrëdhëniet e mira që ka tashmë Federata Shqiptare e Peshngritjes me presidentin e Federatës Botërore zotin Dr. Tomas Ajan, ne mundsuam që Federata të merrte pjesë në aktivitete ndërkombëtare, duke shtyer 25% të një borxhi për $100.000. Dhe ne kemi marrë pjesë në Bilis Gjorgjis, në kampionat evropian, kemi marrë me U20 dhe 23 në Lituani, dhe së fundi morëm pjesë në kampionatin botëror në Houston të Amerikës. Qartë. Në momentit kur ju erdhët në studio, po jepej materialin lidhje me grumbullimin e kombëtares në Shtërmen. Pse zgjodhët Shtërmenin? Do ndalim pak të kampionati botëror në Houston, nëse do më jepni mundësi të shpresha, ku përsëri peshngritja e tha fjalën që është një sport me të vërtet, sport që duhet respektuar për shqiptarët, mbas gjithë asaj goditje të madhe që morëm në Kazakistan, ku 2 sportistë tanë talentuar tashmë, sportistat mëdhenj, siç është Erkan Qerimaj, që u radhit në vendin e 10, mbasi Erkandi vinte mbas disa dëmtimesh të vazhdueshme, po mori pjesë, me sakrificë mori pjesë në atë garë dhe u radhit ndër 10 më të mirë të botës, dhe kemi rikthimin e fuqishëm të Briken Saljes, i cili u radhit në vendin e 6 në botë. Ishte deputimi i parë në arendë ndërkombëtare mbas 2 vjetësh, ku mbas edhe ishte dënuar 2 vjet për kapje të substancave pozitive. Ishin shumë njerëz skeptik, menduan që Federata Shqiptare e Peshngritjes do të shkrihesh, por me këmbguljen e sportistave. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për Federatën e Peshngritjes, sepse ne flasim për peshngritjen, por flasim për një krenari kombëtare. Jeni sporti ku, siç e thash edhe më parë, të gjithë i kanë syt për medalje. Dhe goditja nuk është vetëm tek Federata, është tek sporti shqiptar, absolutisht. Ju më pyetët pse u grumbulluam në Shtërmen. Nuk është se askush nuk mendoi që u godit Federata. U godit Shqipëria. Qartë, je shumë i saktë. Po ne si federat konkretisht domethënë. Më bë të pyetem pse u grumbulluam në Shtërmen. Me 9 prill ne zhvillojmë në Norvegji kampionatin evropian. Dhe Federata Shqiptare e Peshngritjes ka objektiva shumë të qarta. Dhe do tregojmë shumë ambicioz. Jemi grumbulluar në Shtërmen për vetëm arsye që gjetëm kushte jashtëzakonisht të mira. Kemi një palestër model me bazë materiale të mrekullueshme, ku kemi edhe një trajner tashmë i ekipit kombëtar, Leonard Toskon, që shumë i shqetësuar që ky aktivitet ne të dalim jashtëzakonisht mirë. Dhe unë them që në këtë Europian Shqipëria do radhitet ndër vendet e para, pretendimet tona do të jenë nga vendi i parë deri në vendin e tretë. Prandaj do marrim pjesë me ekipin e plot. Tashmë presim dhe medalje nga sportistat tanë të mëdhenj dhe unë jam i sigurt që edhe Erkandi, edhe Brikeni do na kthehen në Shqipëri nga Europiani me medalje. Samir, kemi nevojë tashmë për një vend të tretë ekipor në Europian për të marrë ftesa dhe prezencë sa më të mirë në Rio. Nëse për nga ana teknike mund të flasin zotërit më shumë, domethënë unë shpresoj që të arrinë dhe të marrin pjesë pak me këta sportistë që të bëjnë që të shpresosh. Po nëse doja dile pak më parë kur
u fol për federatën, që ishte një kolp edhe për federatën. Ju thatë që vërtet është prek në krenari kombëtare, sepse edhe me medalje dolën i pritën në aeroport, ishte feste madhe. Megjithatë federata ishte ajo që psoi e para, sepse është organizatorja, është mbikëqyrësja e aktivitetit, këta sportistë janë dhe për hir të federatës. Ne kemi qenë këtu kur kemi thënë, ndoshta jemi dhe nxitu, që sigur t'jepnin dorëheqjen presidenti me gjithë bashkëpunëtorët. A u tha këtu, të jemi sinqert. Edhe mu bëhet shumë qefi që ka filluar lëvizin prapë i granazhet, që ka filluar prapë riciklohen. Me gjithë dhe kolpe që morën nga dopingu, gjithë thonin që vërtet do shkrije fare si sport. Po këta në fakt me aq kurajë sa kanë me aq pasion e majtën prapë sport elite. Ne tani vazhdojmë mendojmë që sikur do shkojmë në Oslo, Erkani bashkë me Calit mos marrin në medalje, jemi apo jo te zona medaljes, ndoshta edhe me pak fat. Domethënë kur vazhdon e pretendon për gjëra kaq të mëdha, është kompliment edhe për zotin Gjozi e për bashkëpunëtorët e vet. Unë pretendoj për kampion e Europës, se kampion e Europës u shpalla në Izrael. Aq më mirë akoma, ne u thash për medalje me jo për ne medalje. Shanset janë reale. Ke bindjen që do kthehesh në majën e peshngritjes edhe një herë si dikur, atëherë kur të gjithë shpresonin që të kthehej me Erkandi është në majë. Erkandi është në majë. Medaljen e artë. Rezultatet e mia në stërvitje dhe për 2 muaj që po takoj përballë arbitrori, shkova 154-188. Kur u shpalla kampion e Europës, u shpalla me 155-194, rezultati më i lartë në historinë e të rriturve. Po flasim për të rritur, për të rritur me 194 kg. Në çfarë shifrash? Tashi kam pas një kohë gjatë, më shumë përgatitje dhe treguesit janë në rritje, si treguesit për kam, për shpinë, për gjithë ato teknika, dhe që sot që ishim që bëmë një test teknika, forma është jashtëzakonisht e mirë dhe shumë më lartë se ajo e botrorit. Prandaj unë dhe trajneri im Zef Kovaç jemi shumë optimista që këtë garë pretendojmë për titullin kampion e Europës. Synojmë për këtë titull sepse unë garën e fundit në Europian u shpalla kampion e Europës dhe kjo është objektivi im më i madh dhe gjithashtu ëndra jeme është edhe lojrat olimpike të Rios, Brazilit, sepse atje do një medalje. Nga Pekini isha 20 vjeç, tashi nuk e di në gjithë, jam 27, mush 28 dhe jam në kulmin e moshës dhe në kulmin e formës, që pritet normalisht që t'jap atë maksimumin dhe në këtë garë dhe që se ne jep shansi që normalisht me këto rezultate do jemi dhe në Rio. Gendi, zoti Gjoza sapo tha që ishte një palestër model në Shtermen. Ndërkohë që kam përshtypjen që palestra ku stërvitet Qerimaj në Tiranë lë shumë për dëshiruar. Ende në kushte skandaloze. Erkandi e di më mirë se stërvitet çdo ditë, është vërtet. Pse ndodh kështu zoti Gjoza? Gjë nderuar e palestër. Po ti referohesh gjithë sallave të peshngritjes në gjithë Shqipërinë, unë di them që sportistat janë në heroj. Gëzojnë një bazë materiale të mirë për sa i përket. Pra këta heroj duhet suportohen nga federata. Absolutisht. Unë do të them vetëm diçka që mos dalim dhe mbase edhe nga tema, nga objektivi që kam, çfarë do të shpreh sot këtu në studio, por nuk mund të bëj gjë federata me një grant prej 60.000 eurosh. Më vjen keq kur 20 janë për sekretarin dhe për ekonomistën dhe pjesa tjetër ngel për aktivitetet ndërkombëtare. Kemi parasysh që vetëm një grumullim tashmë në Shtermen që e bëjmë në Shtermen, për 50 ditë ata konsumojnë rreth 50 milion lekë vjetra. Kështu që e gjithë pjesa tjetër federatës e ngel e zbuluar. E jo më pasaj të mendosh për bazë materiale, për palestra, për restaurime, etj. Po t'i putim me halleve, ne mund themi ç'të duam, do ankojemi, do qajemi, por ne i kemi kthyer këto gjëra në forcë. Nuk kemi kohë të mendojmë më për hallet tani. Ne kemi kohë të mendojmë për hallet sepse ai vit i vështirë që sapo tham që kaloi ishte produkt i këtyre halleve. Jo, nuk jam plotësisht dakord me ju. Nuk ishte produkti i halleve. Ai ishte një fenomen jashtëzakonisht i dëmshëm që ne na dëmtoi shumë, prandaj morën masa shumë të rrepta. Çfarë masa shmorët? Ne që në kampionatin botror që delegacioni shqiptar që u nis për Houston dhe ne morëm 2 vende jashtëzakonisht për mua të nderuara, një vend 6 dhe një vend 10 në botë. Erkan Qerimaj së bashku me Brigencal ju nështruan në Shqipëri testit antidoping dhe Erkan Qerimaj bëri testin absolutisht dhe mbas aktivitetit dhe të 2 sportistat referuan dolën negativ. Për post kësaj, federata ka marrë masa shumë të rëndësishme. Unë di them që
mbas 4 ditësh me 4 shkurt, duke falendëruar këtu dhe zëvendës ministrin e shëndetësisë zotin Klodë Rjepaj me iniciativën e tij, që çdo sportist i kepi kombëtar me datën 4 do t'i merren të gjithë analizat e gjakut dhe të urinës, që do bëhen në shtërmen me një ambulancë lëvizëse, me një trup mjekësor. Është mbas kaq ditësh çdo sportist do ketë kartelën e vet. Dikur më përpara i kemi pasur, po u harruan. Kjo ka qenë dash neglizent, po edhe pak a shumë ka qenë edhe për mos pasje të financave e dura. Dhe ne kemi marrë masën ekstreme që asnjë sportist nuk do largohet për në Norvegji pa i nushtruar testit antidoping. Më mirë ta i harxojmë diçka tash se sa të paguajmë gjoba ajtë ndaja është mbrapa është natyrshme. Them diçka për problemin që e kape pak më parë për trajtimin dhe për kushtet dhe për këto. E kam thënë shumë shpesh në media dhe gjitha mbledhjet që janë bërë si nga ana sportive, nga ana që zgjidhja e jo vetëm sportit të peshkrinjtjes, por gjitha sporteve do vinë momentin që të përcaktohet me ligj si trajtimi i sportistave elitar, që janë me pikatore, medalista europian dhe botror, ashtu dhe trajtimi i kampionave kombëtar, sepse siç po e shohim çdo ditë sporti është në zhdukje. Në momentin që ti nuk i jep trajtimin, po flas për gjithë sportin tash, për atletikën, për peshkrinjtjen, për boksin, për gjitha, po nuk i trajtove sportistët, ata s'do marrin më me sport. Kështu që duhet përcaktohet me ligj, është premtuar që do përcaktohet me ligj, por me sa kam dëgjuar dhe në media dhe kështu, aty në ligj nuk parashikohet ndonjë gjë. Thjesht i kanë bërë një copy paste vendimit të qeverisë që është bërë nga zoti Berisha në 2005 dhe kanë vënë po të njëjtën gjë, kanë bërë copy paste, nuk kanë bërë asnjë lloj ndryshimi. Duhet përcaktohet. Pra ligji lë për dëshiruar. Po le për dëshuar se nuk kanë përcaktuar si gjë. Nëse ti je medalist, duhet të jesh si në vendet europiane që janë NATO, si Italia, Franca, Gjermania, që në momentin që je medalist duhet të jesh me grada. Në momentin që je medalist duhet të jesh i siguruar. Në momentin që je sportist i kombëtar duhet të jesh i siguruar. Ne jemi gjithë pa siguracione. Gjithë sportistët në Shqipëri janë pa siguracione, pa trajtime. Që do të jetë si në gjithë Europën. Në të njëjtin sinkron me ju është edhe Briken Calja. Ndjekim një intervistë të peshngritësit ton dhe kthehemi sërish në studio pikërisht për ligjin e sporteve. Do doja t'i bëj një thirrje këtyre zotrive, në mënyrë se si ne trajtojmë nga shteti shqiptar. Unë nuk kam qoftë dhe një ditë siguruar nga jeta ime, kam 15 vjeç jam sportist profesionist, kam 11 pjesë ekip kombëtar. Dhe thash nuk kam qoftë dhe një ditë siguruar. Jemi na konsiderojnë siç duket ke pjesa e sklavit sportistëve, që është me vërtet për t'u habit në mënyrë se si dhe flasim gjatë gjithë ditës ligje. Kam dalë ligjashtin në botë dhe nuk kam marrë qoftë dhe një falënderim nga shteti shqiptar dhe jo një shpërblim. Kur nuk marr unë që jam i gjashti në botë, jam i gjashti, momentalisht jam sportist më i mirë shqiptar nga të gjithë sportet, për shkak renditjes, i bëj thirrje që të vendosin të shikojnë ligjin, mos merren lart e poshtë me ligjet e sportit kështu, sporti janë ditë më të vështira. Flas gjithashtu i bëj thirrje të gjithë dhe federatës shikoj trajtimin ushqimor, se nuk mund të bëhet sporti vetëm me ushqim, siç jam unë momentalisht vetëm me ushqim, kam nevojë për proteina. Zoti Gjoza, thirrje qeverisë, por thirrje edhe federatës, thot Briken Calja. Federata vazhdimisht ka qenë agresive nga kashi qeverisë dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve, po do të them kur deri tani sportistat janë trajtuar me vendimet të Këshillit Ministrave. Tash unë për vete më vjen shumë mirë që po bëhet një ligj për sportin. Por ligji nuk mund të bëhet me njerëz burokrat. Ligji duhet bëhet me njerëz sipas disiplinave. Absolutisht nuk kemi asnjë kontakt as me telefon, as me email, po dhe të thirrur për të marrë mendimet tona për ligjin për sportin. Dhe Erkandi dhe Brikeni me shumë të drejtë folën. Këta tash janë sportista, tash ish kampion Europe, Erkandi. Por nesër do bëhet një familjar. Kështu që në rast se një ushtar që kryen ushtrinë edhe quhet vjetërsi pune, pse mos i quhet një 10 vjeçar Erkandit vjetërsi pune që bën sport dhe dhuron 40 medalje ndërkombëtare. Mos marr një titull. Kur ktheheni me medalje, kam përshtypjen që të gjithë dalin, kush t'ju qëndrojë më pranë, kush të bëj premtimin më të madh, kush të marri një pjesë të meritës.
çfarë ndodh pasi ikën ajo euforia e medaljes? Premtimet mbeten në ajër? Premtimet mbeten në ajër sepse siç e shohim janë hallë shumë investime një gjojmë nëpër media me miliona euro, por si thush trajtimi i sportistëve nuk ka ndryshuar, është po e njëjtë. Është vërtet ti mundesh me hall disa milion euro një investim, jam dakord që të investohet sa më shumë, por duhet të rregullosh edhe trajtimin e sportistëve, se nëse ti bën një investim 10 milion euro, atëherë s'do kesh më sportista nëse nuk i trajton. Kush do stërvitet aty? Do stërviten zyrtarët me kustum. Se kështu ka met kjo punë tash. Qartë. Samir, ky është një problem vërtet tepër shqetësues kur reagon Calja dhe Qerimaj që i kemi ndër peshqritësit, më thënë sportistët elitar, nuk mban më. Unë theme që u foltu për ligjet e sportit edhe me jam pak i fushës. Unë jam atë i thotë zotë Gjozën që ose bëhet një ligj ka që ndjeshëm se që është ligj i sport, dhe thyrën dhe i grupet e interesit, sepse këta janë grupi që do të pysësh, do të marrësh mëndin, do të marrësh, për flasin për i medalist që kemi për balë, është luksi madh ta kesh, do më thënë, jo vetëm në studi, po ta kesh në Shqipëri, do të njëri tjilë. Ti në qofse, ngelin mëndje se tani vazhdoj e kujtoj, që ke një grant 6 milion, 6.000 euro sa është fatkeqësi e madhe kjo. Ne po flasim për sporte elitare që duan të përfaqësojnë Shqipërinë në Rio. Këtu kur bëhet ndeshje një fitore, që shumë mirë bën, një fitore e ekipit kombëtar futboll bëhet Kiameti. Edhe premtohen premium nga të gjitha anët. Këtu po flasim për sporte individuale që të bëjnë po aq krenar, derisa të ngre flamurin në aktivitete kaq madhore, se që janë aktivitete ndërkombëtare, themi europian ose botror, ose aq më shumë olimpiad. Trajtimi do të jetë ndryshe edhe prandaj janë ligjet e sportit, që gjithçka rregullohet me ligj. Nuk ke nevojë që marrësh tani erkanin dhe dalësh fotografi atje në aeroport, i bën një tufë me premtime dhe që përfundojmë pastaj një thes me broçkull dhe aty nuk jep asgjë. Pastaj trajtimi nuk duhet pritet nga fondi, duhet të jetë përcaktuar nga ministria me ligj. Nëse je kampion në Europë, do të kesh X trajtim. Nëse je kampion kombëtar, do të kesh këtë trajtim. Nuk ke pse pret ti, mua zyrtar shiko, mua kaq ose mua aq. Do të jetë gjithçka përcaktuar me ligj, nuk ke nevojë. Gjithçka rregullohet me ligj, por ne është ligji i sportit, pse quhet ligj? Keni qenë gjithkohës agresiv me shtetin. Agresiv ku dhe çfarë keni marrë deri tani? Ja, po them diçka. Me të ardhur ne nga kampionati U20 dhe 23 në Shqipëri, me të kthyer, mora vesh që më lajmëroi sekretari i përgjithshëm i federatës, zoti Gjyseni, që Grandi na që ka një komision pranë Ministrisë Arsimit dhe Sportit, antidoping, na kishte shkurtuar rreth 45% të grandit, na kishte hequr pra, me që ne u kapëm pozitiv në 2014. Dhe zotërit në fjalë nuk donin të merrim ne pjesë as në Houston 2015, ku Erkandi bërë një performancë të jashtëzakonshme bashkë me Brigjen Caljan, e imagjino se ç'do të thotë. Kam shkuar dhe unë gjej momentin në studio sot të falenderoj dy njerëz të cilët për mua janë të veçantë për Federatën e Peshqitjes. Zotin Ilir Meda, që në momentet më të vështira kësaj federate ka qëndruar shumë afër, duke na ngritur dhe moralin, dhe Lindita në Kollës, që ma ka zblokuar brenda 24 orëve këtë grant të bllokuar nga ky komision që nuk ekziston. Shiko, përmendët dy nga njerëzit që kanë vendimarrje në lidhje edhe me këtë pjesën e ligjit sporteve. Atëherë, ju sapo thatë pak më parë që nuk keni asnjë lloj mesazhi, kontakti me qeverinë lidhje me ligjin. Pse ndodh kjo? Jo, ne kemi folur dhe me kryetarin e parlamentit, në takime kur Erkandi ka dalë kampion në Europë, kemi qenë takim dhe me kryeministrin, na kanë mirë kuptuar, kemi thënë gjithë shqetësimet tona, dhe edhe kryeministri dhe kryetari i parlamentit ka thënë që ne ka specialista të fushës, të cilët bëjnë projektin e ligjit për sportin, se bën as kryetari i parlamentit, as ministri apo absolutisht kryeministri. Ata firmosin, ata miratojnë, parlamenti miraton, pra duhet një grup specialistësh të mirëfillt, duke marrë dhe mendimet e sportistave elitar, siç është Erkand Qerime, Brigjen Calja e shumë të tjerë që kemi në federat, por dhe trajnerët tashmë shumë të zot, se këta kampiona bëhen nga trajnerë shumë të zot. Është trajneri është Zef Kovaçi, ka një përvojë 30 vjeçare. Si ishte mundur mos pyetë Zef Kovaçi për ligjin për sportin? Grandi, zotëri duhet të jetë vetëm për aktivitete, ajo që tha Erkandi, ndërsa trajtimi duhet të jetë me ligj. Një kampion në Europë, duhet të ketë grad,
do të ketë një pension të përjetshëm. Është njëri shumë i madh. Ne të gjithë u gëzuam për futbollin, që u kualifikua dhe ishte një ngjarje jashtëzakonshme për shqiptarët, ku të gjithë dolën, i gjithë Shqipëria doli. Po unë di të them që e kam thënë edhe herë tjetër, që në Izrael Pallati i Sportit ka folë shqip, kur Erkan Qerimaj dhe Daniel Godelli, të dy dolën, njëri i pari, Erkan i pari dhe i dyti. Dhe nuk ishte gëzim më të madh për gjithë shqiptarët që ishin atë sallë. Jo vetëm për gjithë shqiptarët gjithë botën. Si shtatë ju, vetëm për t'i pritur në aeroport dhe të bësh foto me këta sportista, po t'i përkrash, se nuk janë të shumt, i kemi të pak nga këto kushte në për palestra, nga smoj dhe mendimin e Erkanit gjitha. Në rrasë do bëjnë i festime në për palestra, në për stadiume, në për ashtu, do luajnë qeveritarët pasaj atje, se nuk do ketë më sportista. Pra duhen mbajtur, duhen trajtuar, se janë njerëz të mëdhenj. Dhe rinin e tyre ja përkushtojnë sportit. Qartë. E megjithatë, peshngritja ka përjetuar një vit mjaft vështirë që ai që sapo u mbyll, kujtojmë që tashmë nuk është vetëm imazhi për të fituar në botë ai peshngritjes shqiptare, por është edhe një faturë për tu që ka mbetur pas, pra. Për të futur më në mbretësi, ndjekim materialin e përgatitur nga gazetari ynë dhe kthehemi sërish në studio. Peshngritja nuk e ka pasur vitin 2015 të lehtë. Kjo gjë është pranuar dhe nga drejtuesit e Federatës Shqiptare të Peshngritjes në analizën vjetore e cila më 23 janar është zhvilluar në ambientet e Akademisë së Shkencave. Rastet e dopingut në botrorin e Kazakistanit atje ku rezultuan pozitiv me substancën stanazolol Godelli, Pulaku e Begaj apo dhe rasti Çerçizajt, i kapur në stërvitje, i ka ngarkuar një gjop prej 100.000 eurosh Federatës Shqiptare të Peshngritjes, madje duke vënë në dyshim dhe prezencën në turnet e rëndësishëm. Gjithsesi, pas dilemash është paguar një pjesë e gjobës, e cila është shoqëruar me pjesëmarrje në botrorin e Houstonit, ku Calja zuri vendin e 6 dhe Qerimaj të 10. Por në aktivitetet e tjera ndërkombëtare të moshave peshngritësisht shqiptar kanë munguar për shkak dëmtimesh, ndërsa në evropianin e të rriturve, brahaja nuk rat dot nga pesha. Dhe gjithë kjo situatë që mund të jepte një pezullim të peshngritjes deri në 2 vjet, ka peshuar rënd në kualifikimin për në lojrat olimpike e Rio de Janeiro 2016. Sepse tashmë tanët duhet të luftojnë fort në kampionatin evropian të Oslos, më 6 deri në 16 prill. Duhet të zënë 3 vendet e para si ekip në mënyrë që të paktën 2 sportistë të kualifikuar. Atje ku mund të mundshmet janë Briken Calja dhe Erkan Qerimaj. Ndaj me 8 sportistë meshkuj dhe 4 femra. Shqipëria do të jetë me ekip të plot në Oslo, kurse objektivi mbetet medalja olimpike, që Calja dhe Qerimaj mund të arrijnë për ta kthyer peshngritjen përsëri në elit, pas një viti të vështirë me raste doping dhe gjoba të ndërkombëtarëve. Dhe Gjoza, jeni të ndërgjeshme, besoj se ky është një nga momentet më delikate për peshngritjen. Unë them që tashmë e kemi kapërcyer atë pjesën më të vështirë. Dhe ne jemi drejt një risuksesi në kampionatin që zhvillohet në Norvegji. Dhe unë fola si foli dhe Erkani me shumë bindje që ne do kthehemi me medalje. Ne nuk kemi gabuar kur kemi premtuar. Ne kemi pas një dilemë për sa i përket substancave të ndaluara, por tashmë e kemi kthyer në ligj, pak thash dhe më përpara, që asnjë sportist nuk largohet nga Shqipëria pa bërë testin antidoping. Kështu që jemi të sigurt që do vim negativ të gjithë sportistat, absolutisht dhe me medalje. Ne, për të korrigjuar dhe gazetaren, ne do marrim pjesë në Rio 2016 me 2 sportistat tanë më të mirë. Dhe po them që do jenë rezultate befasuese. Përsëri nga peshngritësa shqiptar. A duhen këtu pikë ekipore që duhet deri në vend 3, domethënë mund t'i arrini gjithë këto pikë. Vendi 3 ekipor. Apo do mjaftoni vetëm medalje individuale? Jo, ne në këtë olimpiadë marrim me 2 sportista tanë, një mashkull dhe një femër. 2 sportistat më të mirë tanë do na përfaqësojnë në Rio 2016. Mbasi nga dëmtimi që patëm në Kazakistan, ne nuk mund të marrim pjesë si ekip në Rio 2016, por 2 sportista janë të sigurt me kualifikim, mbasi kemi Erkanin e kualifikuar, së bashku me Calja që merr pjesë tash në kampionatin evropian. Por deri tani Erkani është i kualifikuar, është sigurt që merr pjesë në Rio 2016. Erkan, nga 2008 kanë kaluar shumë vite, po sa e vështirë është të ngrihesh një sportist pas një historie të tillë? Shikoj se është problemi se ka shumë konfuzion edhe mediat dhe gjitha këto raste njohin gjithë botën, nuk e njohin vetëm Shqipërisë. Kemi në Spanjë, Amerikë, në gjithë botën. Kanë dalë Greqi, në gjithë botën, nuk kanë vetëm Shqipëritë që mos bëjmë sikur na njohin vetëm ne kjo hataja madhe. Vetëm në Houston nuk ka për 23 vjet ata që kanë me botror. Shumë konfuzion për sa i përket
sportistëve të substancave, se ka shumë substanca që sportistët i marrin pa dirinin, kuptimin që mund të pish shumë kafe, me 5-6 kafe del pozitiv, po ta kalosh kafeinën, me Red Bull del pozitiv, po të merresh antigrip ditën e garës, antigrip del pozitiv. Po to nuk i din sportistët. Ndan ka shumë konfuzion në këtë pjesë. Nëse ti nuk ke një doktor të kujdeset për ty, si kemë doktori për krah. Po s'kemë një doktor, s'kemë asnjë gjë. Si mund të kërkuj ti llogari sportisti kur s'ke doktor? Pse nuk ka doktor? Përgjegjës për këtë punë. Flasim tash, më fal. Kur s'ka fonde, normal s'ka fonde për trajtime. Nuk kemi fonde që të ndjek ekipin kombëtar të peshqitjes, një mjek pranë ekipit kombëtar. Nuk kemi fonde. Ta kesh të video. Megjithatë, tashmë VADA, Federata Botërore e Peshqitjes, e ka bërë prezente të gjithë elementet e substancave të ndaluara që nuk i lejojnë një atleti, një peshqitësi për të përdorur. Ne kemi një mjek pranë qendrës sportive, Melin, ju e do keni dëgjuar Melin, është agent i VADA-s, ne kemi kontakte dhe Meli do jetë pranë ekipit kombëtar. Ne dhe doktor Meli bashkëpunojmë, për problemi është ta kesh. Por nuk është vetëm doktor Meli. Substanca ndryshojnë, ndryshojnë për vit. Problemi është që problemi ne duam edhe një masazhier që të jetë pranë ekipit kombëtar peshqitjes, pasi është një sport i rënd, i cili gëzon trauma të herpaseshme, kontraktojnë sportistat. Masazhator për skena një fizioterapi dhe masazhator. Mangësitë pretendojmë për kampionin e Europës. Patjetër. Doktor Meli do vi në Shtrëmen dhe do kontrolloj të gjithë vitaminat e sportistave. Çfarë përdorin sportistat? Në krah do jetë lista e substancave të ndaluara, që nuk lejohen. Kështu që do kemi të gjitha mundësitë që të parandalojmë në mënyrë të padiskutueshme këtë fenomen i cili me të vërtet ka qenë jashtëzakonisht i dëmshëm për Federatën e Peshqitjes. Po do të them diçka tjetër që atë që thash konfuzion Erkandi tha me shumë të drejtë. Ne kemi federata si Federata Bullgare, ish kampiona bote, Federata Turke, Federata Greke, Federata Azerbajxhanit, që tashmë nuk garojnë më, nuk kanë më sportista. Prandaj thash që ne u ringritëm me shumë forcë. Me shumë dhe jemi treguar jashtëzakonisht agresiv. Ishte shumë kollaj dhe për të hequr dorë. Detyra ime më e thjeshtë ishte të isha dorë. Të jepja dorë heqje. Pse nuk hoqë dorë? Sepse doja ta silla përsëri Federatën e Peshqitjes këtu ku do jetë në 2016 dhe për këtë jam i sigurt. Pra, ju këtu në studion e Trajnës Sportive premtoni medalje në Rio 2016. Jo. Në Europian unë kthehem me medalje me dy sportistë të tjetër. Por është prapë mirë. Por me rezultatin e Izrael do të kemi me rezultatin që bëri në Izrael Erkan Qerimaj, se më medalje në Londër. Merr medalje. Okej. Kështu që jo tabu, nuk është më tabu një medalje për Shqipërinë nga lorat nga Rio 2016. Ju urojmë suksese jo vetëm Erkandit, por gjithë peshqitësve të kombëtare shqiptare, qoftë në Europianin e Ostës, por edhe në Rio 2016, ku shpresojmë që Erkandi dhe Calja të na nderojnë. Do të flasim sigurisht tashmë pak për futboll, zakonisht i kushtojmë vëmendjen kryesore kategorisë parë, por me kampionatin ende të panisur, gjithsesi ka zhvillime, sepse kujtojmë që Kastrioti dhe Dinamos janë hequr 3 pikë nga klasifikimi me vendim të FIFA-s, ndërkohë që ka edhe lëvizje të shumta në merkato. Ndjekim një material përgatitur nga Erkan Çutra dhe kthehemi sërish në studio. FIFA me dorë të hekurt me klubet shqiptare. Te institucioni më i lartë i futbollit ka vendosur heqjen e 3 pikëve të Kastriotit dhe Dinamos për shkak të borxheve të pashlyera ndaj lojtarëve. Situata në kampin blu vazhdon të jetë në gjendje të rëndë, shkak për këtë është ish mbrojtësi i Dinamos Argentina si Malakarne, që në vitin 2010 ka fituar gjyqin për shumën e $30.000. Neglizhenca e drejtuesve Dinamovit ka bërë që FIFA të marrë vendimin e heqjes së pikëve. Tashmë blut futen në një situatë të vështirë duke luftuar për mbijetesë në kategorinë e parë. Ndërkohë nga ana tjetër skuadra e Kastriotit pretendon se pagesa është shlyer ndaj sulmuesit rumun Dani Dragoi, por dokumentacioni ka mbërritur me vonesë në zyrat e FIFA-s, ndërkohë që drejtuesit kryetar do të apelojnë për heqjen e pikëve, pasi Federata Shqiptare e Futbollit nuk ka arritur ta njoftojë në kohë për këtë çështje. Kriza financiare po trondi tashmë futbollin shqiptar, teksa pak javë më parë këtë e pasoi edhe klubi Superiores Flamurtari. Ndërkohë që merkato vazhdon të mbetet aktive në kategorinë e parë, në grupin A Kastrioti firmos me plot 6 lojtar, një lojtar në çdo repart. Korabi fuqizon me sfushën me Hoxhën, Vathin dhe Jubanin, ndërkohë Beslidja mjaftohet me grupin e ruajtur.
Tjetër pasion në grupin B me luftëtarin që vazhdon merkato superiore, me Dhramin Meton dhe së fundmi me Talentin Bregu. Djeksi Pogradeci mendon për ofensivën teksa hedhin firma me Agastron dhe Mihanin, ndërkohë që Apollonia vazhdon me Eksode, largimi Atanda dhe së fundmi Fili, që e ka çuar çështjen në dhomën e zgjidhjes së konflikteve, 2 lojtar kyç të skuadrës fjerake. Me 5 shkurt mbyllet dhe merkato në kategorinë e parë, për të vazhduar gjysmën e kampionatit që do të kurorëzojë dhe kampionin në grupin A dhe B. Zhvillimet mëdha sa mirë, ende pa nisur topi i parë nga qendra e fushës. Edhe fatkeqësi, gjithmonë lajmë qia pa nis akoma aktivitet. Se këto për shembull heqja e pikëve, se heq pikët kryes edhe bie nga në lëkundën tani. E mbyllën kampionatin të parët, po e nisin tretët. Po kemi thënë gjatë gjithë pjesës së parë të kampionatit që aq shumë kapriçozës kampionat sa me humb 3 pikë shumë. Sidomos në grupin e veriut ku konkuron domethënë me Beslidë. Kështu që po unë kam përshtypjen që nuk është tamam ashtu siç e dëgjova në kronik, sepse sot u interesova dhe fola me zotin Nurishmi me gjesh dhe shefi gardë federat. Kanë ardhur 3 njoftime, por të njëjtin për tregojnë, po për të njëjtin futbollist. Kështu që edhe ai thoshte që janë paguar 12.000 euro që ishte gjoba, po janë paguar me vones. Me vones. Madje ai ngulte këmbë që janë të mbartura nga administrata e kaluar. Nga drejtuesit e parë. Është vërtet fatkeqësi që ata nuk kanë lajmëruar siç ndodh në Shqipëri, domethënë nuk kanë lajmëruar këta që kanë ardhur për borxhin, sepse borxhi është paguar. Edhe është tani edhe pagu borxhin që është paguar, po vonesa ka kushtuar 3 pikë. Po është faturë financiare, jo e pagët për ekipit e kategorisë parë, tani 12.000 euro që i pagu për një gjë që ka ndodhur këtu e vite përpara kur ka qenë Dragojin superior. Nuk është Kastrioti vetëm që penalizohet për këtë punë, se kemi edhe Dinamon. Dinamo penalizua sezonin e kaluar, penalizohet tashmë për çështjen Martinelli. Dinamo ka përsëritur edhe ka dhe fatura tjera. Edhe me Malakarnën. Kështu që është vërtet për të keq sepse është edhe vështirësi financiare, është edhe në fund tabelës që ashtu siç Kastrioti mund pretendojnë për të qëndruar në kategorinë e parë që edhe kompromentohet edhe gara aty. Edhe aq më keq që ndodhin këto tani që prisim i kampionat ndryshme që edhe lëvizjet kanë qenë interesante në kategorinë. Dhe përpara se ta mbyllim Samir edhe një opinion të fundit nga zhvillimet e merkatos, cilin sheh më të favorizuar nga skuadrat? Po unë shifsha Kastriotin të grupi veriut, sepse edhe lëvizja e trajnerit të Beslidë bëri përshtypje, sepse nuk ishte moment. Kastrioti të vështirësohet tani me që nuk është më as në vend 2, tani në vend 3, sepse është edhe Peshkopia në garë, veç tjerë. Kështu që do të luftoj me 2. Po megjithatë prap qëndron në garë. Kurse nga grupi i Jugut lëvizjet e luftëtarë janë shumë interesante. Lojtarë pastaj shumë spërkatur, se një ndërta do më thënë edhe Bregu, ose edhe nga Gastra, me që është miku që vajtë e Pogradeci. Okej, përpara siglës mbyllëse të emisionit, do të ndiqni edhe një material kushtuar Muhamet Sokolit, ikon e basketbollit shqiptar në vite, por përpara se të ndiqni, do të përfitoj nga rasti për të falendëruar të ftuarit e pjesës 2 të emisionit tashmë, zotin Elias Gjoza, faleminderit që ishit me ne. Erkan Qerimaj, faleminderit dhe suksese në Oslo dhe në Rio. Genti Spirin, faleminderit dhe Samir Demi të përhershëm, faleminderit që ishit sot me ne. Pra, ju kujtoj edhe njerë, mos humni materialin kushtuar Muhamet Sokolit, më pas do të ndiqni edhe siglën mbyllëse. Mirupafshim, bashkë takohemi të hënën ardhshme. Ishjujet e basketbollit të dikurshëm shqiptar mblidhen si zakonisht te klubi Basket në Tiranë. Aty ku mikprit si mjeshtri meritor i sportit Muhamet Përmeti promovon shpesh herë ata që bën historinë e këtij sporti. Njëri prej korifejve të plejadës së parë të koshit në Shqipëri, madje më i vjetër në moshë Muhamet Sokoli, ka kapërcyer 85 vite, por sporti duket se mban të fortë. Bashkë me Agim Fagun, Njazi Leshin, Qemal Shalcin, Astrid Greven dhe Vangel Kojen, ata rizgjuan kujtimet e viteve. Por cili është shkodrani i basketbollit? Muhamet Sokoli. Ai sportin e basketbollit e nis nga Tirana me 17 nëntorin Asokoje në vitin 1947. Me trajnerin Naim Pilku rezervon 4 tituj kampion dhe më pas shërbimi ushtarak e detyron të bëhet pjesë e klubit Partizani. Edhe aty nga viti 51 deri në vitin 54 shpallet kampion dhe krijon profilin e një basketbollisti titullar. Të tilla rezultate i akordojnë Muhamet Sokolit titullin mjeshtër sporti.
ndërsa qyteti i tij Shkodra e mirëpret pas vitit 54 dhe e merr si lojtar dhe trajner. Jo pak, por 20 vite shërber për vllaznin, të cilën e gjen në vendin e 6 dhe e dërgon në majet e kampionatit dhe të kupës. Merita të tilla e shpallin edhe mirënjohja e qytetit të Shkodrës. Ja çfarë kujton Muhamet Sokoli për televizionin shqiptar. Miqtë e tij të vjetër, Astrid Greva, Njazi Lleshi, Muhamet Përmeti, Vangjel Koja dhe të tjerë tregojnë për Sokolin. Miqtë e tij të vjetër vlerësojnë cilësi sportive, por dhe njerëzore. E kanë fillu basketbolin për herë të parë kanë marrë pjesë në kampionat kombëtar në 47. I inkuadruar në ekipin e 17 nënorit, me trener Naim Pilkun. Në ata momente kur kam shkuar në ekipi i basketbollit Shkodrës nuk ishte rezultate të mira. Në klasifikim përgjithshëm na ishte rreshtuar në vendin e 6. Pa, me i përkushtim të madh, kupton. Unë afrova afër ekipit basketbollit dhe sportistat zgjedhën, dhe djem që e dojshin basketbollin e dojshin sportin. Greva, Lleshi, Koja dhe Përmeti rrëfejnë për televizionin shqiptar. Trajneri i parë imi që ka qenë Muhamet Sokoli. Edhe e ndi për kënaqësi që mas 50 vjetës, se na ka qellu edhe rastin mos më u taku shumë, po jena përshëndet nëpërmjet telefonave, edhe një kënaqësi të jashtëzakonshme që e shoh mas kaq vjetësh. Edhe unë jam bashkëlojtari i atyre viteve ku lutem Muhamet Sokoli, sigurisht një nga pasullisët më të shquar të atyre viteve. Ajo që më ka bërë shumë përshtypje në imazhet e mia për Muhamet Sokolin ishte jo vetëm pasullisë shumë e mirë, por shumë korrekt, në marrëdhënie shumë të mira me shokët, me kolegët, ndaj gjyqtarëve, mande marrëdhënie mjaft të mira edhe me publikun. Kështu që këto mbesa, se me thënë, janë të pashlyeshme, se me thënë, në atë kujtimet e mia, dhe unë e kam një nga idhut e mi në basketbol. Më mend shumë mirë që Muhameti ka qenë lojtar shumë elegant, ka qenë i shkathët. Ai ka qenë një nga mësuesët model në Shkodër, si në fushën e edukimit fizik, në përgjithësi ashtu dhe të basketbollit në veçanti. Është ndër të parët që themeloi klasa sportive atje në Shkodër. Sot ai ka filluar vitin e 85 të lindjes të tij, vazhdon po me të edukatën që ka pas rrjedhojë një edukate familjare. Muhamet Sokoli mund të them që është nga basketbollistët e parë të Shqipërisë dhe më i vjetri sot që jeton në gjirin tonë. Po si basketbollist? Si basketbollist ne kemi luajtur bashkë, kemi qenë dhe miq dhe kundërshtar. Kemi qenë miq se kemi luajtur në kampionatin, finalet e kampionatit evropian në Sofje. Kemi luajtur në Gjermani, në Moskë në vitin 1957. Muhamet Sokoli ishte organizatori bashkë me Feti Borovën në këtë skuadër. Ishte me të vërtet njëri i dashur, pedagog më të thonë, që një basketbollist i shkëlqyer. Televizioni shqiptar do të përgatisë një material më të zgjeruar për këtë simbol të basketbollit shqiptar, që për fatin e mirë jeton dhe rrëfen të pastër historinë e këtij sporti, jo vetëm në Shkodër dhe Tiranë, por dhe në Shqipëri.